Përshëndetje Poli, mirë se vjen në Breaking. Përshëndetje. Do ta nisim me lajmin e 24 orëve të fundit, ku thuhet se ekspertët e Obdat janë rikthyer në SPAK, të paktën këtë thon burimet se nuk ka ende një njoftim zyrtar nga ana e prokurorisë së posaçme. Zoti Meçe, si e sheh këtë rikthim të ekspertëve të Obdat, duke u nisur nga lajme që kanë qarkulluar 2 muaj më parë që Amerika braktisi SPAK, SPAK tashmë do të zhbohet. Atëherë, duke i qëndruar edhe njëherë qëndrimi tim mbi SPAK-un, që SPAK-u është nga strukturat më serioze në luftë kundër krimit të organizuar në Shqipëri, një strukturë e cila në analizën e përgjithshme ka sjellë efekte shumë pozitive dhe po vepron në rrugën e duhur në Shqipëri. Pretendimi i largimit të amerikanëve nga Shqipëria me efekte serioze mbi SPAK, që në momentin kur u dha njoftimi dhe u dha jo vetëm njoftim mediatik, po dhe një njoftim zyrtar i kombinuar pastaj me qëndrimin e mbajtur nga zyrtar nga administrata e SPAK-ut, por dhe nga administrata amerikane, në të gjitha rastet qëndrimi jon ka qenë i prerë që nuk është se prezenca e amerikanëve ose largimi tyre do të cënonte integritetin ose aktivitetin e SPAK-ut. Përkundrazi nuk e themi, natyrisht ai ka efektin e vet, sepse është një aksesor jashtëzakonisht i rëndësishëm në punën e SPAK-ut, qoftë në planin e informacionit, qoftë në planin e instruksionit, por qoftë edhe në planin e garancisë që jep SPAK-ut. Lajmi që ka dalë 3 ditë e fundit, për mua ka një pikpyetje nëse është e vërtetë ose jo. Pse e keni këtë? Dhe kam një pikpyetje sepse është nga lajmet më serioze, shumë të debatuar në opinionin publik mbi marrëdhënien e SPAK-ut dhe mbi të nesërmen e SPAK-ut, dhe sot nuk ka një njoftim zyrtar nëse kanë ardhur apo nuk kanë ardhur. Dhe njoftimi zyrtar, 2 janë burimet që duhet ta jepnin, ose administrata e SPAK-ut, e cila duhet mbante një qëndrim në këtë rast, ose ambasada amerikane. Por ajo që mua më intrigon më tepër është fakti nuk ka dhe një njoftim të besueshëm gazetares në këtë rast. Edhe kush quhet i besueshëm? Duhet kuptojmë që sot çdo ngjarje që ndodh në Shqipëri fiksohet në celuloid. Fiksohet, qoftë në kamerë, po qoftë edhe në celularet tanë. Dhe përsëri një gjë të tillë ne nuk e kemi të parë. Pra unë nuk e kuptoj këta njerëz për cilët pretendohet që janë të Obdatit në këtë rast dhe që pretendohet që janë rikthim, nga ju erdhi informacioni gazetarëve. Gazetarët nëse ai kanë parë që të futen në zyrat e SPAK-ut, minimalisht do bënin një fotografi, minimalisht. Po kjo fotografi nuk po del në pa. Dhe kam përshtypjen që ky është një informacion i cili shpreh një vullnet, shpreh një pritshmëri, shpreh një lëvizje, ndoshta dhe politike të skenarizuar tashmë në realitetin shqiptar. Gjithsesi, unë po e pranoj të mirëqenë që ai ekziston si lajm dhe në këtë rast është një rikonfirmim i asaj që ne kemi thënë gjatë gjithë kohës që SPAK-u ose Amerika nuk është tërhequr dhe nuk ka për të tërhequr as edhe një herë nga SPAK-u, jo thjesht sepse ai është një nga financuesit kryesorë të SPAK-ut, por sepse politika e sotme administratës Trumpit nuk ka ndryshuar në këtë direksion, në drejtimin e luftës kundër korrupsionit dhe çështjet që administrata Biden i shpallit si element të sigurisë kombëtare, korrupsionin, edhe administrata Trump nuk ka sot absolutisht asnjë shenjë që ajo ka çeduar në politikën e saj, jo në Shqipëri, po në politikën e saj për sa i përket luftës kundër korrupsionit. Deri tani ne kemi shumë ngjarje të cilat lidhen drejt për drejt me administratën Trump, ku qëndrimet e administratës Trump, për sa i përket luftës kundër korrupsionit, kundër individëve të korruptuar, kundër grupeve kriminale, kanë qenë absolutisht solide dhe kanë përcaktuar qarta të vijë të cilën është vijë demarkacioni dhe që është e pacënueshme në Amerikë në të gjitha administratat. Doja të dëgjoja pak edhe Polin. Pol, në lidhje me këtë lajm. Po çfarë të them unë tani se dëgjoj Benin që thotë jo besohet, jo s'besohet. Lajm që kanë ardhur janë rikthyer të ekspertët apo prokurorët e amerikan nuk ka logjik, nuk mund të ketë as njoftim, as gjë, siç nuk ka patur njoftim dhe që kanë qenë këtu dhe kur kanë ardhur dhe kanë ikur janë ndëruar disa herë. Nuk ka as
rikthim, as ka patorike, ka thjesht një ndërim turne. Historia e vërtet e kësaj është, të sqaroj, mirë po tani klasës politike dhe lëshoj dhe Edi Rama atë që iku dhe Amerikani fundit për të trimuruar të vetët dhe krimin e organizuar për zgjedhjet e 11 maj dhe korrupsionin që mos kini frikë nga task forca për zgjedhjet të SPAK-ut se kanë ikur dhe Amerikanët. Tani doli blof, nuk din si ta thonë. Jo po duan dhe njoftim, tani jo po të dalin dhe në konferencë shtypi ata ekspertët, agjentët që kanë qenë gjithmonë aty këto 3 vjet, dhe ne kemi 2 vjet fjori, jemi përleshur në për studio dhe ti e di shumë mirë, jo ka Amerikan, po s'ka Amerikan. Unë ju thosha që ka dhe kolegë të mi. Ka ju tregonin dhe katin. Edhe ndonjëherë dhe ku punojnë në çfarë sektorësh të antidrogat, të korrupsioni apo të krimi organizuar. Çfarë rëndësie ka kjo? Dhe nuk tregojnë dhe nuk ka kur njoftim për këto gjëra. E vërteta është që kur ata nuk kanë ikur asnjëherë dhe prandaj nxorrin njoftimin që thanë, sepse kur bllokuan fondet e financimeve të jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, SPAK-u doli dhe tha që ne nuk marrim financime. Dhe kjo është e vërtetë. Ka marrë shumë financime, por nëpërmjet ekspertëve. Ekspertët e ODAPT-it janë të agjensive. Kanë marrë asistencë në trajnime, gjithashtu edhe në logjistik. Po dhe ekspertët që janë aty, paguhen dhe çfarë ndodhi në fillim në Shubha? Në fillim u bllokuan të gjitha. Ngeli USAID dhe këto të tjera të bllokuara, por shumë shpejt në kohë rekord dhe rreth një javë më pas, gjitha agjensitë federale u zhbllokuan. Dhe këto misione, Fjori, këto nuk varen as nga USAID, as nga ambasada, as nga ndihma financiare e tjerë, po janë të agjensive, do të thënë, janë programe të agjensive, që do të thotë të FBI-s, të DEA-s, të agjensive të tjera që vinë. Po thotë nuk ka nevojë për njoftim. Po patjetër që s'ka nevojë, kemi ndonjë njoftim që erdhën. Jo, pra nuk ka njoftim, që po them që nuk ka njoftim. Beni ka qenë në Kramer që thoshte po janë për ta kthyer në bisedë, po. Ku t'ja japin njoftimin? T'ja japin Edi Rama? Zoti Meçe, ka një ndërhyrje për Polin? Opinioni publik në diendin time është informuar nëpërmjet ambasadës amerikane mbi urdhën ekzekutiv të presidentit Trump dhe njoftimin që gjithë trupa e cila punonte në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë dhe ato që ishin pranë SPAK-ut, janë larguar përkohësisht në kuadër të urdhrit ekzekutiv brenda 90 ditësh do të bëjë testimi tyre. Jo vetëm kaq, por SPAK-u ka dalë zyrtarisht dhe ka thënë që po është e vërtetë që janë larguar, por kontributi tyre ka qenë në këto korridore, 1, 2, 3, 4, fakt që nuk e dëmton punën e SPAK-ut. Ka dalë dhe qeveria shqiptare, e cila ka thënë që SPAK-u financimin nuk e ka nga këto struktura, por pra me fjalë largimi tyre në kuadrin e thashe themnajs të madhe që po ikin për shkak të financimit. Edhe njerë, jo shkak financimit. Sepse ajo lajmi që doli aso kohë dhe mënyra se si interpretoi duhet sqaruar, sepse thuaj në momentin që ikën amerikanët, iku dhe financimi ndaj SPAK dhe SPAK po zhbohet. Ndërkohë sqarimi konsistonte që prokurorët e SPAK paguhen me buxhetin e shtetit dhe ato financime shkojnë për trajnime dhe për logjistik. Atëherë dhe njerë. Për aparatura, po. Në qoftë se kthehemi analizës dhe debatit të kohës ishin Amerikanët braktisin Shqipërinë dhe SPAK-u tashmë e humbi funksionin sepse nuk çon duhet ky sqarim. Dhe në këtë kuadër kush tha kur analiza braktisën amerikane Jo, është thënë në çdo studio televizive. Po Fjori nga ata që s'duan SPAK që kanë thënë 3 vjet. Po është thënë pra prandaj, përderisa është sqaruar dhe nga ana e SPAK tregon që ka patur një lloj shqetësimi në lidhje me këto deklarata, përderisa është sqaruar pozicioni i tyre. Atëherë, për të qenë korrekt, duke qenë që u shpërndaj një plot e tërë që tashmë Shqipëria po praktiset nga amerikanët dhe amerikanët ndërtojnë një strategji tjetër në Shqipëri, u detyruan të gjithë të institucionet të dilnin dhe të bënin deklarata publike. Dhe dolën dhe e bën deklaratë publike, e cila është normale në këtë rast. Pra, në kuadër të një urdhri ekzekutiv që nxjerr presidenti amerikan, është detyra ambasadës amerikane të mbajnë qëndrim edhe të vonuar. Për mua ishte i vonuar edhe ky qëndrim, por gjithsesi në kuadrin e asaj plote dizinformimi në Shqipëri, të gjithë këto institucione që janë të lidhura drejt për drejt me titull ekzekutiv mbajtin qëndrim. Mbajti qëndrim ambasada amerikane, mbajti qëndrim SPAK-u, mbajnë qëndrim edhe qeveria shqiptare. Vim sot përsëri ne kemi 3 ditë që po diskutojmë një ngjarje, po e diskutojmë një ngjarje. Pra, në opinionin publik
kjo ngjarje është bërë, jo në gjithë mediat, është bërë letmotivi i shumë tavolinave. Dhe shumë tavolina po e debatojnë. E marrin të mirëqenë një fakt të tillë. Unë, që në moment e parë thash mbështetje, bile jo vetëm mbështetje, por shiqyr që ai SPAK u instalua në opinionin publik, në perceptimin shqiptar, me rekorde pozitive. Por, kjo ngjarje që ne po i debatojmë, ka një pikpyetje të madhe dhe pikërisht, unë nuk e vura fare në diskutim, po ka një pikpyetje nëse është e vërtetë ose jo. Dhe thash, unë e marr të mirëqenë që është e vërtetë, se është dëshira ime të jetë e vërtetë. Por mjafton dëshira jonë, ose mjafton ngritja e këtij debati në korridore politike që e kërkon filan parti ose kjo parti për jetë vërtet? Jo, e vërteta në këtë rast e mirë pranuar nga të gjithë ne, do ishe shumë pozitive në qoftë se do të konfirmohen në mënyrë absolute nga SPAK-u, do të konfirmohen në mënyrë absolute dhe nga ambasada amerikane. Se siç doli ambasada amerikane që është larguar, s'ka asgjë të keqe të thotë që bora ka filluar dhe po vjen. Nuk ka thënë asnjëherë ambasada amerikane që janë larguar. Mos akuzoni. Ka deklaratë zyrtare nga ambasada amerikane. Po ajo është, çfarë do dalë? Do dalë ambasadara nga shtypi? Po njoftimi është deklaratë zyrtare. Po tri. Pas urdhit ekzekutiv të presidentit që i bllokojnë gjitha dhe të jashtme dhe të brendshme, në dëgjoj me vëmendje. Tha, preken në Shqipëri, nga ky urdhër ekzekutiv, preken ndihmat tha, për Ministrinë e Drejtësisë, për Ministrinë X, për Ministrinë X, për gjykatën e posaçme, për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, për Këshillin e Lartë të Gjyqësorit, për SPAK. Dhe SPAK-u doli dhe tha, ndihmat për ne janë në burime njërzore, në trajnime etj. Të gjitha këto, kjo dapti, ta shpjegova edhe një herë, është i varur nga agjencitë federale. Dhe një javë pas këtij njoftimi, doli njoftimi i madh, as një javë, po një javë, dhe ti e di shumë mirë dhe të gjithë e kemi nxjerrë atë live, që tërhiqet Trump nga bllokimi, por i federaleve, që do të thotë, bllokimi i agjencive, i programeve, i vetë agjencive dhe i bllokameve të agjencive, që janë FBI, DEA etj. Që në atë moment është zhbllokuar SPAK-u për këtë lloj ndihme. Dhe ngelën vetëm të jashtme që janë usajti etj. Dhe këtu s'ka patur asnjë gjë. Dhe lajmin e ke 100% sigur. Jo nga një, po nga 7 burime të gjithë kolegëve të mi të besueshëm që janë atje gjithë ditën dhe pa thënë emra e ke të konfirmuar dhe nga mua. Kanë ardhur. Është kjo një lloj sigurie për SPAK-un? Nuk ishin të rreshur, Fiori, nuk ishin, e kishin sigurin ata. Ata madje kanë marrë porosi nga amerikanët që të përshpejtojnë proceset. Dhe e vetmja, t'ju jap dhe detaje, e vetmja gjë e cila Unë po marrë në këto momente gazetaren tonë, Alketa Shabën, e cila është e stacionuar çdo ditë në ambientet e prokurorisë posaçme, për të na dhënë detaje, do ta marrë me mikrofonin tim, nuk e di nëse ndodhet në këto momente. Alo? Alketa, përshëndetje, Fiori jam. Jam në transmetim live. Ndodhesh në SPAK? Po, në SPAK jam. Në lidhje me lajmin për ekspertët e OBDAT, që ka qarkulluar, kanë ardhur, ju i keni parë ekspertët? Po, ne i kemi parë, kanë hyrë para 2 ditësh në SPAK, do të thënë janë rikthyer prapë dhe prokurorëve të posaçëm i kanë i kanë komunikuar vendimin e administratës amerikane për rikthimin pozicionet që ata kanë patur në SPAK, do të thënë do të kenë një lloj asistimi në punën që bën prokuroria e posaçme, çështën që heton, por zyrtarisht nga ana e SPAK-ut nuk kemi asnjë lloj informacioni apo asnjë lloj reagimi po themi për rikthimin e amerikanëve prapë në SPAK. Pavarësisht interesimit. Pse mungon reagimi? Po pra, pavarësisht interesimit tonë se kemi 3 ditë në fakt që edhe kemi çuar kërkesë zyrtare, por edhe kemi pyetur, do kemi një përgjigje zyrtare nga ana e SPAK-ut për këtë çështje. Në fakt nuk ka patur asnjë lloj poroncime. Pra as mohim të kësaj, por në mënyrë jo zyrtare kemi mësuar që janë rikthyer sërish në SPAK amerikanët. Të falenderoj Alket. Faleminderit, punë të mbar. Pra, dhe ja të mbarë se kisha unë fjalën beri. Pra, nuk ka patur asnjëherë njoftim që kanë ardhur as para 3 vjetësh, as para 2 vjetësh, dhe mos prisni të ketë njoftim që janë rikthyer. Siç nuk ishte njoftim që kanë ikur. Nuk ka patur asnjë njoftim kanë ikur. Edhe Edi Rama e ka dhënë këtë njoftim. Edi Rama ka thënë ikën amerikanët nga SPAK. Asnjë institucion tjetër nuk e ka thënë këtë. Kështu që në këtë kuptim nuk mos prisni domethënë njoftim sepse ata kanë punën e tyre atje që
nuk ka pse të qetësohet. Çfarë ndryshon tani, Pol? Tani, dëgjoj, prioritet është dhe... Sepse lajmi Amerikanët zbarkojnë sërish në SPAK, pa diskutim që ka sjellë reagime, dhe reagimi ka qenë edhe ditën e djeshme nga zoti Berisha. Unë e kam këtu lajmin, rikthimi i amerikanëve në SPAK, Berisha thotë se unë nuk kam frikë sepse Donald Trump nuk i mbështet. Ne rikthehemi historisë së vjetër tani, edhe Edi Ramës dhe të Sali Berisha. Çfarë ndodh pra, kanë ardhur? Këtë ma konfirmon gazetarja që qëndron aty, po. Shko për lajm, se tani politik, le ta bëjnë ata që merren me politikë dhe çka interesa politike. E vetmja gjë që u pezullua, dhe kjo ka të bëjë me ndihmat financiare e vërtet që u pezullua në SPAK, ishte një program i përbashkët i Shteteve të Bashkuara, investimi i vërtet financiar i qenësishëm, po jo vetëm financiar, që do bëj gjigant në SPAK me rreth $200 milion, ishte pikërisht një program, një software i sofistikuar për gjurmimin e kriptomonedave, sepse është bërë shumë problem dhe në Shqipëri. Jo vetëm në Shqipëri, po me ndërlidhjen me krimin organizuar. Kjo u pezullua. Kjo ishte i vetmi program që u pezullua, por nuk u pezullua asgjë marrëdhënia me DEA, me FBI-n, në Amerikën Latine, ku kanë zyrat ata, etj. Dhe fakti është që kur u ndryshua administrata, agjencitë ndërhoqën trupën që kishin këtu asistente, dhe kanë ardhur të tjerë që madje kanë ardhur dhe në qoftë se disa shumë nga ata që ishin këtu ishin në pension, dhe ishin si asistent këtu, kanë ardhur dhe prokurorë që janë ende në detyrë, do të thënë është rritur cilësia, është rritur efikasiteti i ndihmës amerikane që ka ardhur. Kanë ardhur më operacional, më tashu. Dhe fokusi është korrupsioni dhe krimi organizuar. Ne harrojmë gjithmonë, kur flasim për SPAK, se meqense ne, do të thënë kemi hallin e të korruptuarve në Shqipëri, unë nuk kam hallin e të korruptuarve në Shqipëri, majtas dhe djasa. Kam hallin e krimit të organizuar, Fjori. Dhe ky është halli kryesor dhe në SPAK. Ta dëgjoj pak me zotin Meçe? Po. Zoti Meçe. E kuptoj që jeni skeptik, pavarësisht se unë telefonova edhe gazetaren tonë që qëndron çdo ditë. Nuk jam skeptik, po përsëri vazhdoj të insistoj për 3 arsye. Gazetarja juaj sapo tha, janë parë. Po. I kam parë, tha zotri. Ka parë, po, i ka parë edhe Alketa, po. Veta e parë, zotri, veta e parë. Vazhdojnë? Po. I ka parë. I ka parë dhe 20 gazetarë që rinë atje. I ka parë. Se nuk bën një foto, po thoni? Se zbëri selfie. Të lutem. Unë di që çdo njeri që kalon atë gardhat dhe që është interesant, jo bet një foto, po nuk kam bet njeri që ka kaluar të gardë që nuk është fotografuar. Se prandaj nga dëshmëri, keni qenë të SPAK-u ndonjëherë? Tani, keni qenë? Para SPAK-ut, para derës SPAK-ut, janë një 7 kamera që rinë nga dëshmëri. Filloj në orën 8 dhe rinë deri në orën 4 aty. Shkoni edhe sot, dërgoni tani operatorin, po jam i sigurt që gazetarja juaj është prezente aty. E në qoftë se gazetarja juaj ishte e pa përgatitur atë ditë, këta njerëz futet me helikopter në atë shtëpi, në atë objekt. Këta njerëz, ku jetojnë? Këta njerëz si futen brenda ambientit atje. Ju keni parë që kur futet një i burgosur brenda SPAK-ut, gjithë kamerat të përqendruara për të kapur figurat e burgosurit. Në qoftë se këta persona që janë bërë çështje ditës sot, që vend çdo ditë dhe instalojnë në SPAK dhe punojnë në SPAK, nuk ka arritur askush të fotografoj. Çfarë po ndodh tani? Çfarë po ndodh? Dhe unë këtë po ngre. Unë jam i mirë pritur që ata tjenë dhe jam i lumtur që ata tjenë. Por a jemi me vërtet që kanë ardhur? Kjo është e para. E dyta, Poli sa po thaj që ata s'kan ikur as edhe një herë, ata kanë qenë këtu. Pra nuk është puna që kanë ardhur para 2 ditësh. Lajmi po del që para 2 ditësh kanë ardhur. Poli thot jo më valla, s'është e vërtet. Poli, sepse ata këtu kanë qenë. Atëre unë po abitem, kanë qenë këtu këtë 2 muajsh, dhe djeu kujtua dikush për t'i bërë çështje, i kanë parë gazetarët, se të gjithë thonë i kanë parë. Alketa Shaba po më shkruan të mërkurën rreth orës 12, nuk kam mundur t'i filmoj. Po pra, si kanë, pra ata janë futur disa persona, të cilët ne nuk i dim kush janë, por thuhet që janë ata. Ndërso grupi pas ka ikur. Më tej vazhdoj faktori 3,
komunikimi midis kësaj strukture dhe strukturës BKH-së shqiptare realizohej, se me BKH komunikojnë ata. Realizohet nëpërmjet një strukture që është celul shqiptare absolutisht, se janë përkthyese me radhë. Gjithë këtë celul sot është e pushuar nga puna. Si e bëjnë komunikimin? Pra, janë sa gjëra që dikush thot i kam parë dhe nuk kam arritur të fotografoj duke që gatishmëri për të fotografuar. Dikush thot që kanë 2 muaj që janë pas i ka fotografuar njeri, dikush thot që kemi 3 ditë dhe nuk po i fotografojmë. Mirat ditë, po kur dolën? Si fotografuan, mirë kur hyrën, nuk i fotografuan. Po kur dolën, pra mos bëjmë këtë, tani se po bëj agjenturën në këtë rast. Po kuptojemi, gjithë të faktor mua më bëjnë skeptik. Nuk më bindin që ata kanë ardhur. Do të dëshiroja të kishin ardhur. Atëherë, çfarë po luhet me këta njerëz sot, në këtë moment flasim? Dhe përderisa për çështjet e SPAK-ut, për çështjet marrëdhënieve të SPAK-ut me amerikanët, që është çështje shumë serioze në Shqipëri, është shumë sensitive. Nuk po diskutojmë anglezët. Anglezët janë prezente atje, i kemi gjuhur, po nuk po diskutojmë edhe linjat e Bashkimit Evropian, po i diskutojmë. Të cilat kanë qenë permanente, të qëndrueshme, ty s'ka lëviz asnjëherë. Atëherë, nëse nuk janë, çfarë tregon ky fakt? Ky tregon një fakt që ky lajm i hedh në mënyrën më të çuditshme në median shqiptare, tregon edhe atë që ne shpeshherë diskutojmë. Media shqiptare duhet të jenë edhe shumë më serioze në informacionin që jap çdo thetsërieza. Që çdo tezë që hedhin në media shqiptare, çdo tezë ta mbështetin me një provë minimalisht. Sepse Shqipëria është bërë terreni më i tmerrshëm i dezinformimit. Mjafton të dalë një burim, hedh një lajm dhe pastaj gjithë ne zhytemi në këtë lajm. Nuk e di në këtë rast. Vazhdon dhe insiston dhe shkruan që i ka parë. Po si fotografuan dalje? Sepse ka qenë aq i beft si duket ardhja e tyre dhe e papritur sa nuk ka mundur ta. Po dalje, pse se fotografuan daljen? Është shisharake me Fiori. Është e turshme dhe është shisharake. Më vije keq për kuptim që është në sikletë të këtij lloji, jo po ku han, jo po ku piri. Atëherë, një pyetje të fundit. Po me qesharake, po këto janë prova më zoti për të vërtetuar një fakt. Jo, thjesht një pyetje të fundit. Çfarë ndryshon nëse kanë ardhur ose nëse nuk kanë ardhur në lidhje me aktivitetin e SPAK? Kaq dua të di. Dëshira e Tiranës është të mos jenë sepse nuk i bën dot zgjedhjet pa krimin organizuar dhe korrupsionin. Dhe task force pa amerikanët nuk ju bën dot gjë. Nuk ju mbron dot SPAK-u, është mesazhi i këtyre. Është mesazhi i Tiranës, nuk ka amerikanë në Shqipëri. Dhe juve vazhdoni, i thot krimi të organizuar besi në 2021, vide prap pushtetin e opozitës, kështu i thot dhe të korruptuarve që janë futur në përvrima të gjithë. Ka që thjesht është me Fiori, është propagandë. Ta mbaroj edhe zoti Meçi sepse na duhet ta mbyllim. Po zoti Meçi. Më thënë, shkaku kryesor i këtij lajmi është të prodhuar lajmin që sapo u tha tani, që tani që po vjen, po rikthehet se çdo gjë që ka ndodhur në Shqipëri. Po pse aktiviteti SPAK dalon kur ikën amerikanët stopohet? Të lutem. Mos më ndërpri, se jam tani po futem realisht në të vërtetë në ngjarjes. SPAK-u ka zhvilluar aktivitet kundër krimit të organizuar, do ta vazhdojmë me apo pa amerikanët. Dhe nuk është e vërtet që me qënë se ishën Amerikanët, SPAK-u korë sukses dhe me qënë se ikën Amerikanët. Amerikanët kanë qënë janë dhe do t'jenë në Shqipëri, këtë po them unë. Çështja është, ky lajm që po prapet tani, përse po prapet, kur nuk është akoma i konfirmuar nëse vërtet kanë erdhur apo jo. Po kjo nuk do të thotë që me qënë se ikën ata, SPAK-u i vuri duart edhe po rikështu. Jo, ka punuar dhe po punon. Dhe po punon dhe do të punojmë. Nuk është kjo në diskutim. Si mund të orientohet tani ikën amerikanët sepse do të vjedh çlidhje ka mund me vjedhjen që ka bërë Rama. As do t'ja di fare hiç. Qëndrimi im është i prerë. Kur japim një lajm, duhet të jemi shumë konsekuent për të vërtetën. Dhe nëse kjo e vërtet nuk ekziston, del pyetja pse është shpërndar ky lajm? Për të shpërndar tani politikisht tezën tjetër. Teza tjetër është, tani që erdhën amerikanët, tani do bëhet nami në Shqipëri. Po jo mos thotë, amerikanët këtu kanë qenë, këtu do të jenë dhe këtu kanë për të qenë. Sepse Shqipëria është në territorin e interesave gjeostrategjike amerikane, nuk e fiksoi Bideni këtë. Ka qenë që në kohën e Clintonit, që në kohën e Bushve, që në kohën e me radhë gjithë presidentëve, Shqipëria ka qenë vend strategjik i gjeopolitikës amerikane. Dhe kjo është absolutisht e vërtetë. Por nuk e bëri i aktivitet në SPAK-ut ajo celul e cila natyrisht ishte ndihmesa e jashtëzakonshme, por nuk është e vetmja. Se u po të them grupet kriminale të grupit të organizuara, pra të krimit të organizuar në Shqipëri ka zhvilluar aktivitet në Angli dhe në Evropë. Gjithë goditja e tyre është bërë si redhimi i deskriptimit të Egroçatit, po nga evropianët, jo nga amerikanët.
Pra, krimin organizuar, ato që praktikisht pretendohet të financojë Shqipërinë, nuk e ka zbuluar amerikanët, e ka zbuluar evropianët. Si mund të them unë tani që me qenë nëse ikën amerikanët nuk do ketë krim të organizuar? Por teza politike e goditjes së Ramës kush është? Teza politike është që me korrupsionin po bles zgjedhjet. Po kush është korrupsioni? Si po bëhet korrupsioni në Shqipëri? Me zbardhje paresh. Po ku janë bërë këto pare? Janë bërë në Evropë. Po kush e ka goditur në Evropë? E ka goditur shërbimet evropiane, të cilët janë prezente në Shqipëri. Pra e doni analizën në këtë formë? Unë nuk u futa kaq thellë, po unë u futa në vërtetësinë e një lajmi i cili tashmë duhet konfirmuar, them, për të qenë i vërtet që edhe analiza jonë të jetë e vërtet. Përndryshe, ne prodhojmë politik për ata persona të cilët tentojnë të shpërndajnë këtë informacion për efekte politike. Kjo është gjithë analiza. Zoti Meqe, Zoti Hoxha, ju falenderoj shumë. Zoti Meqe, do të shihemi sërish. Aty janë dhe do shtojnë më shumë dhe do veren me gjëra që ju shqetësojnë juve. Jo ty, jo ty, ata. Jo më, unë me taja më puri dhëtë. Unë me taja. Faleminderit, kalojmë në publicitet. Mbrojtë e pa mbrojtura, shumë siklet. Kalojmë në publicitet.